Këtë javë Spaku zgjodhi drejtuesin e ri, i cili do të pasojë Altin Dumanin, kryeprokurorin që e ngriti institucionin në një nivel tjetër, duke e kthyer fal në radhpar forcës së shembullit të tij në një fakt konkret, historik do të thosha pa egzagerim, atë që duke një parull e parealizueshme kur unë e përsërisja gjatë kohës së betejës për të kaluar reformën drejtësi dhe më pas në rrugën e implementimit të saj. Një drejtësi që nuk sheh majtas e djathtas, po vetëm drejt. Për këtë fakt i përcjell edhe një herë Altin Dumanit shprehjen e respektit tim, si dhe uroj çdo të mirë në vijim. Ndërkohë që kryeprokurori të ri Klodian Brau i uroi ta çojë Spakun në këtë 3 vjeçar të fundit të ciklit 9 vjeçar në një nivel tjetër, për sa i takon profesionalizmit në luftën kundër krimit të organizuar dhe sidomos në luftën kundër korrupsionit, e cila nuk mund të konsiderohet e përmbushur plotësisht me sukses nga ana e atij institucioni nëse maskohet me statistikat nxjerra nga nthonjza thesi i madh, siç quhet neni i mjegullt i shpërdorimit të detyrës, për cilin sapo ka dalë dhe një direktive re e BE-s, pikërisht për të reflektuar mbi shqetësime që nuk janë vetëm tonat, apo me lëre mediatike të llojit Big Brother, me transkripte telefonash të nxjerra në shkelet ligjit nga dosjet hetimore, për të cilat po ashtu BE-ja ka korniza shumë strikte ligjore. Kam shumë besim, se eksperienca e 6 viteve arritet e padiskutueshme, si dhe mundësisht modestia e domosdoshme për të parë me sy vetkritik punën e deritanishme, mund ta çojnë Spakun në nivelin ku duhet të jetë 3 vjet nga sot. Gjykata kushtetuese hoqi pezullimin e zëvendës kryeministres dhe vendosi ta gjykojë çështjen në themel në fund të janarit. Në aspektin ligjor u eliminua një precedent unik në botë dhe u zbraps nga gjykata më e lartë e vendit një brutalitet alla shqiptarçe në interpretimin e ligjit, i cili goditi organizmin demokratik të shtetit. Ndërsa në aspektin ndërinstitucional, kjo befasi antikushtetuese dhe antidemokratike, ku një prokuror dhe një gjykatës morën kompetencat e kryeministrit, presidentit, parlamentit, duke tollovitur shtetin dhe duke kthyer një proces ligjor në një gjyq partizan jashtë kornizës ligjit, kërkon me dorëmos një reflektim po kaq ndërinstitucional. Jo thjesht vetëm mbi këtë rast, po në tërësi mbi simptomat shqetësuese të ushtrimit me papërgjegjshmëritë pavarësisë pushtetit të ri drejtësisë, duke e bërë në jo një rast kurën më të dëmshme se sa sëmundja që luftojmë bashkarisht. Kjo shkreptim nuk erdhi në qell të pastër dhe nuk erdhi as e vetme për fat keq ose ndoshta për fat mirë, sepse paralelisht me pezullimin antikushtetues të një ministri, u shpërfaq këtë herë jo fal një prokurori dhe një gjykatësit vetëm, por fal 2 shoqatash të gjyqtarëve të Shqipërisë, një tjetër brutalitet alla shqiptarçe me hapjen e një gjyqi nga gjykatësit për të rritur pagët e tyre. Po, e dëgjuat mirë, gjykatësit duan të rrisin vetë pagat e tyre. Jo për herë të parë fatkeqësisht, po për herë të dytë. Ata duan të marrin përsëri kompetencat e qeverisë të parlamentit, duke u treguar jo thjesht të zgjedhurve, po vetë zgjedhësve, se mbi vullnetin e tyre dhe përtej kufive kushtetues mes pushteteve qëndrojnë ata, tokat e zeza të Shqipërisë, me pushtetin suprem të çekiçit drejtësisë së pavarësuar nga politika tani më. Dhe atë çekiç që Republika u ka besuar për interesin e saj të lartë të drejtësisë barabartë për gjithë, ata mund ta përdorkan kur të duan për të hapur me dhunë edhe arkën e buxhetit të shtetit dhe për t'i arritur rrogat vetes, dhe sa? Përkatësisht 1.600 euro plus në muaj për gjykata dhe prokuroritë e zakonshme dhe 3.100 euro plus në muaj për gjykatën speciale dhe Spakun. Këto 2 indicie të shqetësuese nuk provojnë se protagonistët e pavarësisë drejtësisë u ka marrë koka erë dhe u shmbushur mendja se ata janë shteti, ata janë ligji, ata janë drejtësia, si puna e ca trimoshave të BKH-s, për cilët kam dëgjuar shumë çuditëra, po kishin ardhur një ditë në godinën e Këshillit të Ministrave dhe nuk donin të linin patllaken tek dera, sipas rregullores sigurisë së lartë të Gardës Republikës. Pra nuk dua kurse si të them se ferrat e mendësive dhe sëmundjet vjetra e kanë marrë uratën e drejtësisë re, por dua të ndaj me të gjithë bindjen se ka ardhur koha një reflektimi serioz, profesional dhe ndërinstitucional